pyetja është interesante, pse e lën këtë gjendje, ose pse është kjo gjendje. Unë mendoj që është rezultati një dritë-shkurtësie të elitave drejtuese të vendit, të cilat në fakt është e qartë, të investosh për arsimin nuk është elektorale. Pra ata e kanë lexuar këtë hapësirë për shkak të një, le të themi, prej rënies së komunizmit, qytetarët shqiptar kanë pasur nevoja ekzistenciale në kuptimin e sigurimit të ardhur nga një situatë varfërie ekstreme ku do duhet të luftonin qoftë edhe për bukën e gojës edhe për elementet ndryshme të jetës. Kuptueshëm është relativizuar çështja e arsimit edhe nuk është elektorale. Pra të merresh me çështjet e arsimit mbase mund të mos bëj fitues në zgjedhje. Por kjo sigurisht që nëse ne duhet të kishim elita politike të cilat kanë misionin për të zhvendosur fatet e vendit edhe kanë misionin për ta çuar vendin në një nivel tjetër, qoftë në aspektin kompetitiv me kombe të tjera, do duhet ishin sjellur ndryshe. Po fokusimi i punës së tyre vetëm në le të themi banalizimin e jetës së tyre politike vetëm për të fituar vota dhe për të mbajtur me çdo kusht le të themi pushtetin, ata janë drejtuar drejt sa sektorëve të tjerë të cilët nuk janë arsimi, po janë krimi organizuar, janë trafiqet, janë elementet më negative të cilat në fakt duke pasuruar një pjesë të ngushtë të njerëzve që janë pjesë e elitës drejtuese ekonomike të vendit, sigurisht që kanë rezultuar mjeruese për fatet e pjesës tjetër të qytetarëve të vendit tonë. Edhe tek fjala vjen kampuset, ne kemi një memorie prapë shumë të shkurtër politike nga kur bëhet fjalë për premtimet, sepse është po i njëjti kryeministër që 7 vite përpara, 8 vite përpara premtoi 5 kampuse në kryeqytet. Kampusin e arteve, kampusin e Politeknikut, kampusin e Bujqësorit, kampusin Vitet i kanë thënë se kur? Po sigurisht që i kanë thënë për një pjesë të mirë atyre i kanë thënë dhe fatet kanë mbaruar, ato nuk janë të realizuar. Dhe për fat të keq të tyre dhe e kanë thënë brenda mandatit, sepse përgjithsisht politikanët premtojnë brenda mandatit. Jo, bëhet fjalë për 2018 kur janë këto premtime dhe kryeministri i vendit tonë është shumë interesante sepse ndonjëherë për fatin e keq le të themi të kësaj qeverie është që ka qëndruar aq gjatë sa të marrë dhe frytet e reformave të tyre. Pra kur bëhet fjalë për reformën e arsimit të lartë, reformimi është një lloj ndryrje kirurgjikale, që do të thotë ti e çon sistemin në kirurgji, e operon dhe presupozohet ta nxjerrësh të shëruar. Problemi është që ne me kalimin e viteve, mbas kësaj reforme, ne kemi bërë operacionin dhe e kemi nxjerrë më të sëmur. Pas operacioni do rikuperim. Dhe ne e kemi nxjerrë më të sëmur. Sot po flasim edhe gjua, domethënë vajti atje tek një reformim i ri. Pra imagjinoni ne mbas një reforme kemi dalë më të sëmur dhe tani po artikulojmë një reformë të re. Që unë mendoj që do duhet bëjmë një analizë të mirë të mënyrës se si e kemi reformuar të parën. Por ngelur tek kampuset, ju thash janë 5 kampuset të cilën nuk morën dritën e realizimit. I vetmi hapësirë që mund t'i përngjaj një kampusi, por që nuk është kampus, është Bujqësori, por që kampus për qytetarët duhet kuptojmë është një hapësirë ku aty ka realizohet gjithë jeta, qoftë sociale, deri në shkencore, e një pjesë akademike. Ka dhe terene sportive, ka dhe hapësira leximi, ka dhe fjetje, ka dhe menca, ka dhe universitet, ka dhe laboratore. Pra plotësohet tërë cikli. Më thoni, kush e ka këtu? Asnjë. Ndërkohë që sot ne po shikonim që ishte hapur, le të themi, tenderi për realizimin e masterplanit dhe projekti DES për kampusin e Universitetit të Durrësit. Sigurisht që këtu bëhet fjalë për një projekt ide. Shifra mos gaboj ishte diku tek 40 milion lek, ndërkohë që ne kemi shumë 3D. Pra, po është hapur le të themi, është hapur një procedurë tjetër tenderimi për të na dhënë një projekte për të na dhënë një 3D. Të 5 kampuset që unë ju përmenda pak më parë, kampusi i arteve, ta shikosh 3D të merr mqafu bë vite që nuk shkon. I Politeknikut e ka 3D dhe projektin, i qyteti studenti e ka projektin dhe idenë, e ka dhe planin. Të gjitha këto ne kemi shpenzuar para për t'i bërë projekte, i kemi lënë aty. Tani po fillon të marrë jetë edhe një projekt tjetër, kampusi edhe në rrethe. Po pse nuk vjen në zbatim pra? Me që projektet i kemi gati. Tani ka një problem, Një unë e thash që nuk është elektorale dhe nuk duan të merren me këtë punë. Nga ana tjetër, ne do duhet që si shoqëri ta kthejmë fokusin tek çështjet e arsimit, edhe të ushtrojmë presion për çështjet e arsimit, edhe këtu kur flasim vetëm për qeverinë, sigurisht që doja të konsumoja minuta edhe